Procesi dialogut në Bruksel po bëhet gjithnjë më e vështirë për shkak të krizës politike në Kosovë. Bashkimi Evropian e ka sankcionuar Kosovën disa herë në situata të ndryshme, por të njëjta sanksione nuk ka bërë edhe me Serbinë për gabimet e saj. Por, a mund të sankcionohet përsëri Kosova për dialogun apo edhe të përjashtohet nga ky proces? Lidhur me këtë çështje ka folur për bota sot eksperti austriak Günther Fehlinger. Ai thotë se çdo krizë është një mundësi. Kosova mund të dalë më e fortë dhe më e sigurt nga ngërçi politik aktual nëse arrihet një konsensus i qartë. Dialogu është një rrugë pa krye për Kosovën, prandaj Kosova duhet ta përfundojë zyrtarisht dialogun dhe të pranojë dëmin. Është më mirë të ndërpritet dialogu dhe të krijohet një krizë më e madhe sesa të vazhdohet me iluzionin e dialogut me Serbinë, të udhëhequr nga Vučići. Dialogu sot është krejt në favor të Beogradit dhe i padrejtë ndaj Kosovës, duke trajtuar Kosovën vetëm si një entitet gjysmë sovran. Është turp që fillon nga mënyra se si Serbia i referohet Prishtinës si Beograd në vend të Kosovës dhe kështu vazhdon me konceptin që e jep Serbisë të drejtën e vetos mbi të ardhmen e Kosovës. Kjo është krejtësisht e papranueshme, vlerëson ai. Sipas tij, Kosova duhet të heqë dorën nga dialogu tani. Disa në Bruksel mund të zemërohen, por ata janë zemëruar me Kosovën që nga viti 2020 dhe shumica nuk kanë qenë kurrë miq të vërtet. Prandaj, përse të merret parasysh, Kosova nuk duhet të kthehet në asnjë formë të diskutimi me Beogradin, por të përshëndrohet në reformat e brendshme, rritjen ekonomike, mbrojtjen e përgatitjen për BE dhe NATO. Tumbas kohë, duke folur me një Vučić të heshtur dhe të paaft për të bërë përparime, është humbje kohe, thot eksperti austriak. Ai vazhdon tutje se Vučić është nën presion dhe është një figurë politike e brisht. Ai nuk do të bëjë kurrë koncesione dhe nuk dëshiron paqe me Kosovën sepse i nevojitet konflikti ndezur për të nxitur nacionalizmin serb dhe për të shndruar në pushtet. Kosova mund të nisë dialogu me pasardhësit e tij pas rrëzimit të Vučićit, por tani Kosova duhet ta përfundojë dialogun dhe t'i thotë zyrtarisht lam të mirë politikës së qetësisë dhe iluzionit të mirë kuptimit nga Serbia. Dialogu është i vdekur dhe kjo është një gjë e mirë, tha ai.